Mes ngjyrave të perëndimit dhe panoramës së jahteve të ankoruara në Marina Aurikumu hodhen themelet e Yacht Club Albania, një nismë që synon të krijojë një komunitet njerëzish të bashkuar nga pasioni për detin dhe aventura, por edhe që bashkëpunon e gjen mundësi të reja. Yacht Club lindi nga dëshira për të pasur një komunitet me njerëz që e kanë pasion detin, e duan yatin, që e kanë pjesë të lifestyle-it të tyre, si dhe për të mundësuar network midis njëri tjetrit. Joana Bogdani, pjesë e nismës, nënvizoi se Yacht Club Albania nuk synon të ketë një figurë qendrore drejtuese, por të ndërtohet mbi kontributin dhe energjinë e secilit antar. Yacht Clubi do i përkasi të gjithë antarëve dhe secili antar do jap dhe do marr vlerë në klub. Klubi e parë do ndikojë në rritjen dhe në zhvillimin e turizmit dhe antarët sigurisht do eksperimentojnë edhe xhiret që ndoshta nuk i dinë që i kemi në Shqipëri. Po ashtu do ndikojë edhe midis njëri tjetrit duke zhvilluar bashkëpunime të ndryshme që ndërkohë ato do ndikojnë edhe tek ekonomia e biznesit dhe ekonomia e biznesit edhe në ekonominë e vendit. Mbrëmja u karakterizua nga një atmosferë elegante dhe festive, një performancë artistike me zjarr dhe një shorte me dhurata sollën emocione dhe spektakël, duke i dhënë aktivitetit një identitet të veçantë. Më 20 qershor do të organizohet aktiviteti i parë i dedikuar antarëve të komunitetit, duke shënuar nisjen e një kalendari eventesh që synojnë të ndërtojnë ura bashkëpunimi, miqësie dhe përvojash të përbashkëta.